Kryebashkiaku në detyrë, Erion Veliaj, nuk ishte i pranishëm në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të zhvilluar para ditën e kësaj të premteje. Veliaj ka vijuar sërish me manikacionet e tij për shtyrjen e seancave gjyqësore dhe dy standardet e tij ndaj drejtësisë. Kryebashkiaku i arrestuar pretendon se nuk është njohur ende me aktet, ndërkohë që avokatët e tij kanë marrë aktet që prej 7 muajsh dhe ky justifikimi i njohjes me aktet vijon pambarimisht. Veliaj refuzon të shkojë në gjyq dhe të përballet me akuzat ndaj tij, ku dosja ndaj personit të tij mban 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Ndërkohë, Veliaj është paraqitur në gjyqin pasues në gjykatën administrative në orën 13 për padinë e bërë ndaj prokurorit Ors Dado, ku kërkon pavlefshmërinë e emërimit të Dados. Erion Veliaj u arrestua më 10 shkurt të vitit 2025 me urdhër të SPAK, ndërsa ndaj tij rëndojnë një sër akuzash: korrupsion, shpërdorim detyre dhe futje në sendeve të ndaluara në qeli.